Sot do flasim për realizimin e dëshirave dhe pse tek disa njerëz, pavarësisht se bëjnë rituale të ndryshme, mundohen, nuk mund të realizojnë ato që vërtet shkruajnë. Janë shumë gjërat të vogla, po shumë të rëndësishme që ti të realizosh të gjitha dëshirat. Në radhë të parë, në qoftë se ti kur shkruan ose kur kërkon diçka nga Zoti, nga universi, nuk je i disponueshëm, nuk je i përqendruar në atë që kërkon, në emocionin pozitiv, ose nga cila anë e kërkon, çfarë do të fitosh, por çfarë jep ti për këtë që kërkon. Çdo gjë në univers, në natyrë, është marr edhe jap. Gjithçka në univers është në balancë dhe në ekuilibër kur marrim dhe japim. Çdo gjë që nuk është në balancë, që vetëm marrim ose vetëm japim, atëre kjo është në kundërshtim me ligjet e natyrës. Dhe çfarë bëhet? Nuk funksionon. Kështu është dhe ritualet që mund të bëni dhe të mos keni realizimin e dëshirave. Për këtë dua t'ju flas se sot është një portë shumë e madhe dhe mund të bëni rituale me ndërgjegje, duke shkruar në një letër çfarë lini, çfarë doni të lini sot. Një nga gjërat që mund të lini është atë që sjeni të disponueshëm për veten tuaj, sepse është sikur bëjmë një kontratë me Zotin dhe nuk kemi në kontratë me universin. Themi që duam këtë, po nuk t'i jap asgjë. Çdo të thotë, s'është e dhëna vetëm t'i japësh paratë e një njeri. Është, për shembull, unë quhet një metodë dhe kush do jetë në datën 21 do t'ja u tregoj dhe këtë si mund të punojë, që kam bërë do ecë për dita, për një muaj. Atë mund ta fillosh me pak ditë, pastaj mund ta shtosh më shumë. Do ecë për një muaj, 30 minuta në natyrë, në qetësinë time, dhe këtë energji që lirohet, dua të ma japësh në një diçka tjetër që mund t'i kërkoj natyrës, universit. Do më thënë, kjo është ajo simfonia, si themi, është kontrata që bëj unë me universin dhe jam në disiplinë me veten time. Dhe kur jam në rregull dhe kam thënë që çdo ditë 30 minuta dhe nuk e prish, atë që i kërkoj, dhe kjo është me baza që e kam të provuar, bëhet. Dhe kush të dojë, mund të më shkruaj në privat që ta arrijm për shkak që ta dojë dhe në mënyrë personale ose në grup, do ta bëjmë në një kohë tjetër. Dhe kur ti ke thënë që do ecë një muaj, 30 minuta dhe ecë 20 minuta, një ditë ecën, një ditë nuk ecën, kjo nuk është mbajtja e fjalës ose mbajtja e kontratës. Është tamam edhe si një kontratë pune. Gjithçka është me marrë dhe jap. Akoma dhe në shtëpi, marrim dhe japim. Prindrit na japin, ne duhet të marrim. Kjo është hierarkia. Ne, si fëmijë, duhet të japim. Fëmia më i madh jep dashuri, jep ndihmë tek fëmia i dytit e i tretit. Do të thënë, duhet të ketë një rrjedhë të energjisë, që kjo energji quhet dashuri. Që të rrjedhë kjo dashuri, emocioni i dashurisë, të jemi në rrjedhë, duhet të jemi në vendin tonë. Prandaj, këtë pse po ja u them. Në datën 21, sot është data që lejmë gjërat, shkruani dhe shkruani në një flet tjetër çfarë dëshironi të keni që këtu e tutje. Thash, janë 4 porta tani në Mars dhe një nga portat më të fuqishme është data 21, që është balanca dhe ekuilibri në të gjithë natyrën, në të gjithë universin. Ndaj e kam zgjedhur këtë ditë për trajnim dhe do njeni me engjëllin tuaj mbrojtës, do mësoni atë mënyrën si të manifestoni dhe do ta merrni dhe PDF bashkë, do më thënë edhe ato sinkron quhet kjo metodë, duke realizuar gjërat me dëshirë, me qef, por jo pa shkëmbim energjie. Në këtë radhë, këtë trajnimin e kam lënë të jetë me shkëmbim energjie.
por kam vëre që kur jap trajnime falas, jeni shumë që hyni, jeni aman të njëjtët person që të kërkoni vetëm falas. Kur jepet një trajnim që mund të jetë me shkëmbim energjie, jeni ata njerëz e paktë dhe disa bëjnë dhe pazare, të t'jap më vonë, të më japësh më pak, këto nuk mi bëni mua, unë e di shumë mirë. Nuk është problemi tek paraja, është problemi si ti e shikon veten në transformim, në ndryshim, sa i disponueshme je për të realizuar gjërat, për atë që kërkon. Sidomos në këtë trajnimin e 21 marsit, që ka të bëjmë me Engjëllin Mbrojtës, të mësojmë si të manifestojmë dhe të manifestojmë gjithmonë me këtë mënyrë dhe thash, ndrimi i energjisë është çelësi kryesor që mund të manifestosh dhe emocionet pozitive, kur e bën dhe e ndjen diçka, por kur ti bën pazare akoma dhe në këtë gjë, kjo do thotë që ti nuk e respekton veten tënde, nuk je gati, nuk i thua universit unë jam këtu, si tani që doli dielli, kur ishte këtu errësirë, unë jam këtu dhe të shikoj dhe do bëj diçka për transformimin tim. Është shumë mirë që mos e bësh fare, jo me pazare, jo me gjëra. Unë di vetëm një gjë, që çdo gjë, në qoftë se vërtet e duam, realizohet dhe këte e kam me baza, këte e kam me përvojën time. Pyesni veten, dua apo dua të dal nga një gjendje? Dua të ndryshoj, se sot është dita e përshtatshme që po ja bëj këtë video. Dua të ndryshoj diçka apo jo? Ve kufi në gjërat që dua apo jo? Për shembull, nuk je në forcën tënde, nuk e vën kufi deri tani dhe ke dhënë si puna ime, dhe nuk e ke lejuar të marrësh. Dhe është merita e mirë, po e them për vete, ju shikojni për veten tuaj, vetëm kur dal jap video falas, jap rituale falas, kur jap vetëm falas, jam e mirë. Në qoftë se merita ve kufi dhe thotë që kjo kushton kaq, atëre njerëzit rriqen dhe nuk jam e mirë. Sepse vuri merita kufi. Këtë duhet ta shikoni veten tuaj me prindrit, me partnerët, me fëmijët. Shikoni, kur jeni të mirë juve, kur ju bëjnë çfarë të duan, ju trajtojnë si të duan, apo kur ju vini kufin. Çfarë njerëz keni afër? Por sot është një ditë që të pastroheni, të vendosni të pastroheni dhe nga ta njerëzit, shpeshherë dhe janë dhe njerëzit vampir dhe njerëzit e afërt me energji negative, që janë mësuar vetëm të marrin. Unë këtu dua t'ju them që sot unë liroj nga vetja ime të gjithë mënyrat që kam punuar deri tani me disa njerëz që vetëm jap dhe nuk marr. Dhe them që do të qëndrojnë pranë meje ata persona që vërtet duan të bëjnë ndryshimin e tyre dhe duan që të shkojnë përpara, të transformohen dhe të kenë rahat, kënaqësi dhe të kenë gjithçka. Nuk kam nevojë të kem duar trokitje, as të jem dikushi. Kam nevojë të jem e qetë dhe ta kem mirë me veten time dhe mos e shaj veten time që pranoj disa gjëra. As të më manipulojnë. Manipulim që mund të bëjnë. Manipulimin e bëjnë akoma nëna me babain, me prindrit, me fëmijët, me të gjitha. Dhe shikoj veten në çfarë vendi e ve. Prandaj ju bëj këtë thirrje, ai që do vi dhe ajo që do vi në datën 21, të jetë e bindur pse do vi, po kjo është me pagesë dhe është vetëm pak një ndrim energjie. Ai që do të bëj ndryshim, mundet të bëj gjithçka. Në qoftë se si jeni gati për ndryshim, është okej, në një kohë tjetër shkoni, vetëm të merrni ose vetëm të jepni. Jo, që këtu e tutje, kjo gjë tek mua do të ndryshoj. Ja u them me dashuri, sepse nuk dua që të mërziteni as ju as unë me. Ju dua shumë, ju përshëndes, takohemi në datën 21 ata që do jeni.